Në këtë zonë të pedonales së Tiranës, po e shihni në drejtimin e pedonales që shkon drejt Toptanit dhe vjen nga bulevardi në muret e kalas Tiranës, një prej kalave me bazë justiniane, pra të kohës perandërisë osmane, por e rindërtuar në kohën e bargjinve që dominonin Tiranën, me këto mure, me këto gur të vjetër, ndodhet një port. Shpesher mund të shohësh turistët të cilët vinë dhe vendosin syrin në pjesën bosh për të parë një pamje që është e çuditshme. Është kjo pamje që ju shfaqet. Po çfarë ka përtej kësaj dere misterioze që qëndron ditë dhe natë e mbyllur në kalan e Tiranës? Kalaja e Tiranës, pra shihni këtë pjesë është restauruar, por pjesa sipër është pjesa me muret origjinal. Do t'i tregoj pse kjo shtëpi ka një lidhje me kalan e Tiranës dhe cila është legjenda e thesarit të bargjinve. Brenda kësaj dere, insistoj edhe një herë, brenda kësaj dere ndodhen dy objekte të rralla. Shtëpia ndoshta më e vjetër senjoriale e Tiranës dhe shtëpia më e madhe, më përfaqësuese e Tiranës dhe një nga shtëpitë më të mëdha në Shqipëri. Të dyja thuajse 200 vjeçare në formën e tyre aktuale, por më të vjetra në fillim. Ja e hapa derën. Ky është korridori i gjatë, duhet ta rimbyll prapë se vin kurioz pafund. Ky është korridori i gjatë që të çon në dy prej shtëpive më të vjetra dhe më interesante të Tiranës. Po si është historia? Historia nis në vitin 1614, kur Sulejman Pash Bargjini, një sundimtar me origjinë nga Tirana, i perandërisë osmane, u soll nga erdhi në Mullet, ku i fali sultani një çiftlik për arsye të punëve që kishte bërë, dhe ai, duke mbritur në këtë zonë Tiranës, eksaktësisht këtu, rreth 100 metra nga këtu, pa disa gra që po thirrnin anë, pra po thirrnin lesh. Ai pyeti çfarë po bëni, si quhet ky vend, dhe ato menduan që i pyeti çfarë po bëni dhe i thanë Tjerr anë. Ai vendosi emrin Tiranë. Ky është një prej versioneve, version tjetër është që vjen nga Teherani, dhe i vendosi emrin Tiranë. Ndërtoi një xhami, një hamam edhe një banjo, një hamam dhe një furr buke. 3 godinat që në godinat e para të Tiranës, por pak kohë më pas, vetë Sulejman Pash Bargjini u vendos në Tiranë, në muret e vjetra justiniane, ato që po shihni atje të kalasë së Tiranës, të cilët vendosi ta rirestaurojë duke kthyer në një kala të vërtet. Shihni muret sipër dhe poshtë, ka 2 nivele të mureve. Sulejman Pash Bargjini vdiq këtu dhe u varros në xhaminë e vjetër të Tiranës, në xhaminë e hershme të Tiranës, siç quhet. Por ai ndërtoi një shtëpi të vogël, të cilën deri në fund të shekullit të 18, deri në 1700-ën, e kishin trashëgimtarët e tij. Në fund të 1700-s, aty u vendos Ahmet Pash Bargjini, që ishte trashëgimtari drejt për drejt dhe i fundit i Sulejman Pash Bargjini, themeluesit të Tiranës. Ai kishte 4 vajza, të cilat i kishte fejuar me 4 djemtë të sundimtarit krujës, kaplan Pash Toptanit. Ai kishte shtëpinë e vjetër të bargjinve, që është kjo këtu. Forma që po shihni është forma e sotme aktuale e shekullit të 18, pra e rreth vitit 1830, por forma fillestare e saj, kati i poshtëm, dallohet nga arkitektura, është forma origjinale e shtëpisë së ndërtuar nga bargjin. I gjithë ky kompleks, shtëpia është ndërtuar ngjitur me shtëpinë e famshme të Selim Pash Toptanit dhe Ali Bey Toptanit. Shtëpia ka një kaldrëm, këtu e kanë ruajtur, është i mbuluar nga bari, një kaldrëm origjinal stilit Osman, ndërtuar në atë kohë nga mjeshtrat, besoj, Dibran. Shiheni tani shtëpinë e Ahmet Pashës, është shtëpia më e vjetër e Tiranës. Është ndërtuar me një stil që nuk i takon, nuk është aq Osman, po ta vini re. Këto kanë qenë bazat. Këtu duhet të ketë qenë shtëpia një katëshe, ndërsa kati i dytë është restauruar në pas. Po çfarë ka brenda shtëpisë më të vjetër senjoriale të Tiranës? Absolutisht shtëpisë më të vjetër që Tirana ka dhe një prej të paktave shtëpive të trashëgimisë së periudhës osmane në Shqipëri. Shtëpia është 2 katëshe, është konceptuar gjithmonë si shtëpia e shërbëtorëve të shtëpisë madhe të Toptanësve, por nuk është e vërtet. Vihet në këtë drejtim. Gjithë kjo është ndërtuar më pas. Edhe dera nuk besoj të jetë origjinale. Gjysma e shtëpisë ka mbetur, është dhoma e zjarrit, që është interesante, është pjesa tjetër që ka qenë hamam, i ndërtuar për hamam për shtëpinë, pra duhet ecim në këtë drejtim, po të hysh brenda është errësirë dhe është e vështirë që të shihet. Pa këtu është hamami. Hamami është me kupol,
Shiheni të tillë. Është e rrallë dhe e pabesueshme si shtëpia mund të kishte një hamam të tillë. Brenda saj ka një pjesë që të lidh që më mbrapa është me një tjetër dhomë ndenje dhe me gjasë në anën tjetër duhet të kenë qenë dhomat e gjumit. Dhoma tjetër e ndenjes është kjo këtu, e cila ka edhe sot oxhakun, po ta shohësh, dhe në vijimin tjetër duhet të kenë qenë dhomat e gjumit. Shtëpia ka një histori shumë interesante, që është një prej historive dhe legjendave kryesore të Tiranës. Mendohet që në këtë shtëpi, në këtë dhomë, ka qenë i shtrirë në shtratin e vdekjes Ahmet Pash Bargjini. Gruaja e tij, Humayuni, e cila ishte vajza e familjes së Bushatlive të Shkodrës, i qëndronte aty pranë. Duke ditur që ajo kishte fejuar vajzat me djemt e kaplan Toptanit, në momentet e fundit që bashkëshorti po jepte jetë, po jepte shpirt, ajo nisi një kalorës drejt Bushatlive për t'i kërkuar atyre që të vinin të merrnin sundim në Tiranë, sepse nuk kishte trashëgimtar në linjën mashkullore më të Bargjinëve. Vajzat e saj që e kuptuan këtë gjë nisën një tjetër kalorës te kaplan Pash Toptani në Krujt për t'i kërkuar të fejuarve tyre që të vinin të merrnin qytetin. Vajzat arritën të shohin nga vrima e çelësit të derës atëhershme, që i bie duhet të qenë diku këtu, se si babai i tyre dha shpirt, ndërsa nëna i mori çelësin e kasafortës, hapi kasafortën që duhet të qenë në një nga këto vendet këtu, mori diamantet, florit, gjithçka kishte, i futi në një klëf jastëku, i lidhi dhe i mori vetë. Në momentin që ajo e kuptoi, sepse lajmtari që shkoi te kaplan Pash Toptani në Krujt shkoi më shpejt dhe kaplan Pasha u nis çat natë me 4 djemt e tij për të marrë qytetin. Në momentin që e kuptoi që kaplan Pasha ishte në periferitë të Tiranës, e mori klëfin ku kishte vendosur pasurinë e saj, thesarin e saj, hoqi 2 gur nga kalaja e Tiranës, pra nga kalaja Tjetutje, në vend të njërit gur futi thesarin dhe rivendosi gurin tjetër për ta mbyllur. Për 200 vjet, gjuetarët e thesareve kanë ardhur rrotull për të gjetur thesarin e Ahmet Pash Bargjinit, por nuk e gjetën kurrë. Nuk dihet nëse është e vërtetë. Humayuni u largua në drejtim të Shkodrës, ku vëllezërit e saj, pra Bushatlit e morën, mes Bushatlive dhe Toptanësve pati disa betejë, Toptanësit ngritën aleancë me Ibrahim Bej Altunin e Kavajës, me Kurt Pashën e Beratit, apo me Ali Pash Tepelenën, dhe arritën të mbijetojnë dhe ta marrin. Gjithsesi, kjo ka pak rëndësi. Ajo që ka rëndësi është që këtu oxhak dhe kjo shtëpi, themelet e kësaj shtëpie janë shtëpia më e vjetër sinjoriale e Tiranës, është shtëpia e sundimtarit të parë të Tiranës dhe shtëpia e sundimtarit të fundit Bargjin të Tiranës. Po këtu u vendos kaplan Pash Toptani në fillim 1800-s, kur mbriti dhe me gjasë këtu duhet këtë ndruar jetë në 1813, ndërkohë që është varrosur përballë Hotel Plazës në atë varrin monumental. Kjo është pra shtëpia më e vjetër, ose dhoma e ndenjes më e vjetër, po e quaj pak në versionin urban të Tiranës.